Mëngjesi sotëm nisi krejt ndryshe. Si fillim u raportua nga mediat në Maqedoni se shpat kasapi ka ndëruar jetë. Por, ky informacion akoma nuk u konfirmua. Derisa mediat në Kosovë transmetuan këtë informacion të kopshëm, duke u bazuar në burime pranë tashmë të ndjerit. Gjithçka ishte lëmsh, nuk dihej si çka u bë. I vetmi informacion që u bë i qartë ishte se këngëtari nga Tetova ndodhej në Itali për shërimin e djalit të tij 3 vjeçar. Këtë ka konfirmuar edhe bashkëshortja Selvia, e cila na mbushi syt me lot me këtë video së bashku me dedikim. Ëndrat e një djali të ri mbetën në gjysmë, ai nuk arriti të mbijetojë sulmit në zemër. E madje sipas burimeve thuhet se dhe babai i tij ka ndëruar jetë në këtë mënyrë, duke thënë se është e trashëguar. Lajmet nuk ndaleshin, të gjitha portalet në vend e rajon raportuan duke marrë në prononcim fillimisht kolegë të këngëtarit 40 vjeçar. Të njëjtit me lot në sy e kujtuan kasapin si një prej artistëve më të dashur dhe paqësor në estradë. Adrian Gaxha, Albulena Ukaj, Adnan Daci, Blero, Big Mama, Ganja, Ermal Feyzullahu, Goldej, Rovena Stefa, Pone, Neki Emra dhe Vesa Luma ishin vetëm disa nga personazhet publike që kanë ndarë në rrjetet sociale fotografi me mesazhe ngushëlluese. Habi ka shprehur edhe Ledion Liço dhe krejt produksioni Top Channel, sepse shpati vetë se ka konfirmuar se do t'jetë banor i sezonës së 5 të Big Brother VIP Albania. Madje kontratën e kishte të nënshkruar. Nga menaxhmenti i këngëtarit është postuar ky njoftim, ku thuhet se do të bëhen të ditura detajet nga ceremonia e varrimit. Muajt e fundit kanë qenë të vështirë për shpati, i cili ka kaluar një periudhë të vështirë emocionale, por çka ndodhi me jetën e tij? Edhe pse shpati nuk e ka konfirmuar publikisht ndarjen nga bashkëshortja, burime të afërta pranë tyre flasin për kriza familjare që kanë ndikuar në marrëdhënien e tij. Bashkëshortja e tij disa herë kishte dhënë deklarata që sugjerojnë se ndarja është e vërtetë, duke lënë të kuptohet se situata është më serioze se sa dukej. Përndryshe në tetor të këtij viti, ai e pati publikuar një projekt të ri me videoklip. Të gjithëve na befasoi edhe ky status që ka postuar ishe fejuara shpat kasapit, modela mirënjohur Afërdita Dreshaj. Valle kosovare është një het i padiskutueshëm, që shpatin edhe nëse jo fizikisht, do t'jetoj gjatë me zërin e tij unik në jetën e gjithë secilit.
shoj qetë shpat. Faleminderit për kontributin në muzikë. Kush të ndau prej meje, kush të mbushi mendjen, të jetosh pa mua me